ai shërben si një indicje për të dokumentuar kujtesën kulturore kolektive. Një libër që ndriçon një periudhë historike, profesionale dhe shpirtërore të muzikës shqiptare, që bart në vetë kujtesën e një kohe dhe kontributin e një personaliteti të rëndësishëm, është kompozitori dhe dirigjenti i njohur Rafet Trudi, i cili vjen para ardarsve me veprën Libri im i kujtimeve, që është një kronikë e jetës muzikore e shkruar nga perspektiva e vet autorit Trudi, si kompozitor, dirigjent dhe publicist. Por vitin e kalum më ka befasu gjatë verës, më thret tha i kom edhe 2 vëllime të reja, kjo është një prej tyre, një me kujtime dhe një me ese dhe shkrime për muzikën. Dhe insistoj se të jam sërisht redaktor. E kam bërë me shumë kënaqësi atë punë. Dhe vetëm disa impresione për i tregoj për këtë vëllimin e parë, që është libri i kujtimeve. Do më thënë ka nota personale që ka shumë biografia, e përdo se biografi të familjes e personale dhe kështu. Po da, më gjithë një ma shumë si që thëllot në materien, del edhe një për diçka që është një rafim i brezit tonë. Këtë libër me karakter biografik, profesor Rafet Trudi, përveç që ka shkruar më shumë si një kronik të kohës dhe ndikimeve që kanë formuar vetë autorin, gjithashtu përmban informacione të vlefshme për periudhat rëndësishme të jetës muzikore. Të falenderim për 3 arsye. Arsye e parë sepse mbas kaq vitesh vinë në Prishtinë. Kam ardhur dikur shumë shpesh dhe kam ndjerë një lloj kënaqësie të veçantë. Kënaqësia e dytë sigurisht do ta takoja Rafetin, dhe që për mua sigurisht gjithmonë është eveniment. Dhe kënaqësia e tretë sepse do takoja ca njerëz të tjerë që i dua fort dhe gjithmonë i kam në mendje. Unë kam përgatitur disa mendime me pika për librin, se si e shikoj unë dhe se si e vlerësoj unë. Në tërësi do them që është një libër i shkëlqyer, është një libër që vërtet të ngjall një proces të menduari dhe të bën përshtypje këndvështrimi i një intelektuali të llojit të Rafetit. Dhe kjo është ndoshta më e rëndësishme. Së pari, unë mendoj që është një dokument i gjallë, i argumentuar, i fakteve historike të shekullit kaluar dhe të shekullit tonë, sigurisht, në lëmin e muzikës në Kosovë dhe në tej. Dhe keni parasysh studentët tanë të muzikologjisë kanë shumë nevojë për këto informacione. Vepra Libri im i kujtimeve, që përmban ngjarje dhe kujtime personale të profesor Rafet Trudit, përfshin shkrimet e tij që datojnë nga viti 1975, ku përshkruan zhvillimet në jetën muzikore në kontekstin e kushteve politike, sociale dhe kulturore. Ky libër i këtij karakteri për mua ka shkaktu mjaft probleme. Do më thonë, është dashur, do më thonë të s'pari të shkruaj në veten e parë, nuk jam mësuar të shkruaj në veten e parë, do më thonë. Dhe për disa momente delikate jetësore, apo do më thonë, ndoshta edhe të fëmijërisë, por edhe të kohës do më thonë të vështira apo traumatike të do më thonë realitetit tonë, në qoftë se nuk e jep atë notën apo emocionin e dur, ato mbesin kështu pa identitet, apo. Kompozitori, dirigjenti dhe mendimtari në fushën e publicistikës dhe të filozofisë së muzikës, Rafet Trudi, si antar i Akademisë Evropiane të Shkencës dhe të Arteve, përbën personalitetin më të shquar dhe më aktiv në 3 dekadat e fundit në botën e muzikës. Ai përfaqëson për mua dhe për gjeneratën time një prej figurave që na ka
na ka ekspozuar ndaj muzikës së shekullit 20 sidomos, muzikës avangarde. Dhe në momentin kur ne e kemi parë si figura e cila ka qenë afruese e gjeneratës së re me muzikën bashkëkohore, ai në korën e Filharmonisë së Kosovës ka meritë të veçantë për zbulimin, rekonstruimin edhe të muzikës së vjetër të kompozitorëve të këtyre anëve, këtyre trevave, duke vendosur një standard i cili sot e kësaj dite vazhdon me qenë standardi i repertorit edhe që e përcakton fizionominë e korit të Filharmonisë së Kosovës, orkestrës poashtu, por jo vetëm të korit të Filharmonisë, por edhe të gjithë muzikës korale, jo vetëm në Kosovë, por edhe për te kufive të Kosovës. Rafet Rudi ka punuar si profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, përderisa si dirigent i korit të Filharmonisë së Kosovës ka realizuar koncerte në shtete të ndryshme, ndërsa ka shkruar veprat Flijimi, Fantazia in Si për violinë dhe piano, koncerti për kitarë dhe orkestër e të tjerë. Pesë sesione nga fusha e gjuhësisë, letërsisë, historisë, folklorit dhe etnologjisë e karakterizojnë edicionin e 16 të konferencës shkencore Java Albanologjisë, që këtë vit sjell studiues të njohur të fushave të dijes albanologjike. 107 kumtesa shkencore e përbëjnë programin e konferencës, ku me punimet e tyre janë paraqitur studiues të njohës të fushave albanologjike. Me 1 qershor 2025, Instituti Albanologjik i Prishtinës shënon 73 vjetorin e themelimit. Edhe pse jo një përvjetor jubilar, kjo datë mbetet domethënëse në historinë e institucionit dhe për zhvillimin e albanologjisë në hapësirat shqiptare. Instituti ynë, i lindur në rrethana të vështira, historike e shoqërore, qëndron si një nga më të gjatët, më të dëshmuar dhe më të qëndrueshmit në kërkimin shkencor, një shtyllë e dijes kombëtare dhe vatër e palëkundur e studimeve shqiptare. Edhe pse edicioni i 16 i javës së albanologjisë mund të tingëllojë si një nisje e vonuar për një institut me përvojë kaq të gjatë, ky aktivitet përfaqëson konsolidimin e një qasje të re akademike që ndërthur në mënyrë të strukturuar prezantimin, shkëmbimin dhe promovimin e rezultateve shkencore. Në kuadër të konferencës shkencore janë mbajtur diskutime të ndryshme për çështje të veçanta të kërkimeve albanologjike. Java Albanologjisë në Kosovë tashmë është ndruar në një traditë të qëndrueshme dhe një hapësirë të rëndësishme shkencore për paraqitjen dhe analizën e arritjeve në albanologji. Për 15 edicione të konferencës shkencore Java e Albanologjisë janë lexuar mbi 1500 punime të studiuesve dhe njohësve të ndryshëm të fushave të albanologjisë, duke hedhur dritë mbi çështje të veçanta dhe të rëndësishme të dijes për dhe rreth shqiptarëve, duke shndruar javën tonë në një tribun të mendimit dhe diskutimit për të kaluarën dhe të tashmen tonë. Përgjatë javës albanologjisë, ndër vite janë trajtuar me qindra tema nga fusha të ndryshme dhe kontribute të çmuara nga studiues vendas dhe ndërkombëtar. Punimet botohen në 2 vëllime, albanologji 1 dhe 2, që deri më tani përbën një fond prej 36 numrash të trashëgimisë shkencore të Institutit Albanologjik. Në fillim të shekullit 20, marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe gjermanëve ishin relativisht të pakta dhe më tepër të ndërmjetësuara nga politika e fuqive të mëdha në Ballkan. Megjithatë, disa pika kryesore shënojnë rëndësinë e kontaktit midis dy popujve. Epikrisht, studiuesi Mariglen Kasmi sjell nëpërmjet veprës së tij marrëdhëniet shqiptaro-gjermane e shekullit 20, 1900. 1945 fakte interesante, ku fillimi i shekullit 20 ishte një periudhë e vështirë për Shqipërinë, që sapo dilte nga sundimi Osman dhe kërkonte vendin e saj në hartën politike të Evropës. Ndërkohë, Gjermania ishte një ndër fuqitë më të mëdha të kohës.
Është një temë komplekse, e cila pjesërisht në trajtim vjen për herë të parë, si pasojë edhe përdorjes së dokumentacionit gjerman, pra të arkivave gjermane, një dimension arkivor. Trajtimi është i zgjeruar, duke filluar që me politikën gjermane ndaj gjithë Europës juglindore, që në fund vitet 1800, pra të ku fillon bëhet, si të thuash, dhe historia ndërmjet dy vendeve interesante, po jo vetëm, edhe kontekstin e historisë ballkanike, duke u ndalur në momentet më të rëndësishme të kësaj periudhe për të kaluar më pas në shpalljen e pavarësisë dhe sidomos në periudhën e prinzvitit, pra vitin 1914, ku një princ gjerman vjen në Shqipëri i dërguar nga fuqitë e mëdha. Duke shfrytzuar, sikur se thash, atë dokumentacion të patrajtuar deri tani nga këto arkiva, jam munduar dhe besoj se ka ardhur një pamje plot e kësaj periudhe për të vazhduar pastaj në mënyrë kronologjike në vazhdimsi me politikën gjermane, marrëdhëniet shtetërore ndërmjet Shqipërisë dhe Gjermanisë në periudhën mes dy luftave botërore, duke u ndalur në historinë diplomatike, në historinë ekonomike, në historinë kulturore, pra për t'i prurë këto marrëdhënie të studiuar në të gjitha pikpamjet e pashun të gjitha drejtimet. Në këtë vepër, Kasmi i shpalos me saktësi faktorët politik, diplomatik dhe ekonomik që ndihmuan në formësimin e lidhjeve shqiptaro-gjermane dhe mënyrën se si ky vend, duke lundruar, ai analizon ndikimin e politikave të mëdha evropiane mbi një shtet të vogël si Shqipëria dhe mënyrën se si ky vend, duke lundruar mes interesave italiane, austro-hungareze dhe më vonë gjermane, përpiqej të ruante pavarësinë dhe integritetin e vet. Përmes një qasjeje analitike dhe dokumentare, autori paraqet jo vetëm fakte historike, por edhe motivimet strategjike që qëndronin pas vendimeve të qeverisë shqiptare e gjermane. Sigurisht që këto marrëdhënie kulmin e tyre kanë gjatë luftës së dytë botërore, pra me periudhën e pushtimit gjerman të Shqipërisë, por kur flasim për Shqipërinë këtu padyshim që në botim trajtohet edhe Kosova, sigurisht si pjesë integrale dhe pandar e Shqipërisë dhe e këtij trajtimi, kuptohet duke u ndalur në këto detaje të cilat janë të rëndësishme qoftë në pikpamje historiografike, në studimore, por po ashtu edhe në pikpamje të vazhdimësisë së politikave të themi, sepse dihet që politikat janë komplekse. Një pjesë e mirë e këtij botimi për këtë periudhë është e studimit të historisë ushtarake, duke patur parasysh që është luftë edhe në luftë padyshim që edhe veprimet ushtarake për luftarake janë një pjesë të konsiderueshme, por po ashtu jam ndalur shumë në detaje dhe në politikën apo themi marrëdhëniet e brendshme të shqiptarëve, problematika e tyre, ngjarjet rëndësishme të kësaj periudhe, konferencë e Mukjes, Buja një padyshim, dhe po ashtu duke ardhur në atë themi përfundim apo tentativë për të ardhur në përfundim për sa i përket kësaj periudhe që cilat qenë shkaqet që i detyruar shqiptarët të ndahen, pra të kalojnë në dy bloqe për krah njëri tjetrit, ku padyshim që faktet historike janë të qarta, pra nëse njëra palë, këtu flas për Frontin Nacional Çlirimtar doli ballazi dhe mori në dorë çlirimin e vendit luftën më kushtuese, shikojmë që për krahun tjetër në një moment të saktuar kemi edhe fillesat e bashkëpunimit për krah pushtueset. Kjo e ndërlikon sigurisht të gjithë kontekstin, por është një ndërlikim i cili nuk është i vështirë sot në pikpamje dokumentare dhe një analizë të mirëfillt, pra shkencore historike. Gjatë luftës së parë botërore, Shqipëria u përfshi në luftë si një fushë betejë midis fuqive të mëdha. Gjermania, e përfaqësuar nga aleatët e saj austro-hungarez, administroi pjesë të Shqipërisë. Kasmi theksoi se kjo periudhë solli disa përmirësime në administratë dhe infrastrukturë, megjithatë ndikimi drejt për drejt i Gjermanisë ishte i kufizuar, pasi Shqipëria ishte ende e paqëndrueshme. Një pikë të fortë të këtij botimi është ballafaqimi i burimeve shqiptare, gjermane, atyre britanike, pra për sa i përket edhe aleatëve, pra ka një shtrirje më të zgjeruar për të arritur në përfundime. Dhe po ashtu në fund të këtij botimi është dhe një shtojcë dokumentar, konkretisht me një përkthim të plot të memuareve të Princvitit, të cilat për lexuesit shqiptar nuk kanë qenë panjohura, por jo në formatin e tyre të plotet përkthyer nga origjinali, dhe personazhi i dytë që unë i kam futur në botim kujtimet e tij për Shqipërinë është Rudolf Vogel, një
figurë shumë komplekse politike dhe shumë interesante gjermane pas luftës dytë botërore, pra deputeti CDU-s, pra nga Bayerni, nga Bavaria me origjinë, por pak kush e ka ditur që ky gjatë pushtimit gjerman ka qenë oficeri i propagandës në Tiranë. Pra ai që jep shumë detaje të vlefshme për ne sot, mënyrën se si i paj shqiptarët, mënyrën se si veproi Wehrmachti gjerman në Shqipëri, organizimin e propagandës e kështu me radhë. Kështu që unë jam munduar të sjell një botim sa më të plot, hera herës duke kaluar në përgjithësime sipas rëndësisë, por shumë shpesh se duke shkuar në detaje të cilat e plotësojnë këtë tablo. Kështu që, sikur se thash, këto marrëdhënie janë shumë zgjeruara. Ky është vëllimi i parë vetëm për vitet, themi për 45-50 vitet e para të shekullit 20, dhe vëllimi i dytë do bazohet në gjysmën tjetër, pra themi deri në fillim vitet 2000, ku padyshim këto marrëdhënie kanë përsëri të përbashkëta, por kanë edhe përplasje gjatë luftës ftohtë, pra duke ditur historinë e Shqipërisë e periudhës komuniste, për të ardhur pastaj me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Por ajo që desha të theksoj është që është botimi i parë që vjen në formë të plotë për këto marrëdhënie. Gjë që besoj se ka plotësuar një të çfarë apo një poshllëk sa do pak të vogël të këtyre studimeve. Në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë së shekullit 20, paraqitet një periudhë dinamike dhe ndërlikuar, ku vendi ynë kërkonte të konsolidohej identiteti dhe sovraniteti i tij mes fuqive të mëdha europiane. Në këtë kontekst, vepra marrëdhënies shqiptaro-gjermane në shekullin 20, 1900-1945, e historianit Mareglen Kasmi, paraqet një studim të thelluar mbi mënyrën se si këto marrëdhënie, nga kontaktet e para të vakta deri në ndërveprimet komplekse gjatë luftës së dytë botërore. Një qendër e gjallë tregtie, zejtarie, shërbyse dhe vendi ku zhvilloi jeta shoqërore e qytetit. Qashia e vjetër e Prishtinës dikur ishte zemra e qytetit. Dhe nga bisedat e ngrohta të fqinjve që ndanin rrëfime të shoqëruara me çaj e salep. Rrëfimet të patreguara dhe të padokumentuara më herët janë hulumtuar dhe vijnë të përmbledhura përmes teknologjisë dhe kujtesës kolektive me aplikacionin Zëri i Qashisë së vjetër, si pjesë e platformës Tupa Tubo, ku përmes imazheve 3D paraqiten personazhe që ndajnë rrëfime autentike nga e kaluara, të ndërthurura me fotografi të vjetra të kohës kur njerëzit kanë jetuar dhe vepruar në qashinë e vjetër. Të ndërtisave të mëdha administrative si Parlamenti i Kosovës dhe Kuvendi Komunal. Well, this is part of a bigger project, but if you look specifically with this one, I think it is that you take care of your history to remind yourself of your identity, but also to see possibilities of what you should think of for the future and how you can maintain the history, or maybe, for instance, an old house or the history of the stories of people living there, that you can learn from them, and you can also take care of the environment so you don't destroy the environment. You can restore it and make it to be more vibrant, so it could be somehow part of an inclusive economic development. And also you have learned maybe while you are here about Qashia e vjetër, and what's your opinion in general about our history and tradition, especially for Qashia e vjetër? Well, I think that people here are very proud of the history, and that's something we can learn also from when it comes to Sweden. We don't think so much of the past, but we do maintain the history of the past, and for instance, we restore buildings and so on for the past, but we maybe don't talk so much about it. Maybe that's one of the most important things, that you can talk about the past, but also learn from it to develop for the future. Në një kohë kur teknologjia çdo ditë më shumë po avancon, ajo po përdoret në forma dhe mënyra të ndryshme. Aplikacioni Be Here Then, Zëri i Qashisë së vjetër,
është realizuar për të sjellë në jetë të kaluarën, për të kujtuar vlerat dhe për të reflektuar mbi zhvillimin ton dhe për të ruajtur trashëgiminë ton kulturore. Ndoshta kemi insinuar që teknologjisë nuk do të më u friksu, se nëse po e shihni ka diskutim global mbi teknologjinë, inteligjencën artificiale, gjithçka që po futet në jetën e njerëzve, po më tregu që mundet me u shfrytzu për me sjellë një jetë diçka që e kemi humb vite më parë. Do të thonë ekzistojnë fotografi, dokumentim, ngjarje të njerëzve, kjo quhet kujtesë kolektive. Dhe nëse nuk flasim për të njerëzit e sidomos gjeneratat e reja e harrojnë me kalimin e kohës, nëse nuk është fizikisht prezente. Në kuadër të këtij projekti të bo, UN Habitati së bashku me Anibarin dhe Future by Lund nga Suedia, me mbështetje të Ministrisë dhe Financim të Ambasadës suedeze, ka zhvilluar këtë projekt në idenë me bu pikërisht ta, me fillu një nisje të shfrytëzimit të teknologjisë për me sjellë pa të gjitha asetet e trashëgimisë që Kosova ka, për te i formës standarde që është rujtja, prezervimi objekteve, shfrytëzimi, adaptimi i tyre. Ne si Habitat e përkrahim Ministrinë e Kulturës në një proces tjetër që është plani i menaxhimit dhe konservimit të Qendrës Historike të Prishtinës tash disa vite, dhe është drejt përfundimit dhe në atë proces me grumbullim dhënash, me mbledhje dhënash, kemi pas sa shumë ka rrëfime që nuk janë të tregume. Gjeneratat që i kanë ato tregime po shkojnë dhe nuk janë dokumentume. Kështu që kemi bën një grumbullim edhe të fotografive edhe storieve të njerëzve. Është Arkivi Komunal i Prishtinës, është Qendra Rajonale për trashëgimi që posedon fotografi, por qytetari nuk arrin direkt me kuptu ndoshta kjo fotografi ku është bën, cilin vit është bën, çka është historia mbas tij. Na këto dhëna tash i kemi vërtetu dhe i kemi fut në sistem me saktësi. Do të thonë lokacioni ku është bë foto, viti dhe çka fshi fotoja përmas. Mbas krejt informacioneve që kemi grumbulluar dhe vërtetu si burime të sakta. Përmes rigjallërimit të rrëfimeve të qashisë së vjetër, historia vazhdon të jetojë në mënyra të reja dhe të papritura, duke i sjellë më afër gjeneratave të reja me anë të teknologjisë, realitetit virtual dhe fotografive historike. Në këtij projekti kemi provu që me i ndërlidh dy fushë veprimtari tona dhe me kriju diçka të re. Në këtë rast ka qenë Bihirdhen. Brenda aplikacionit Anibar është fokusuar te pjesa e këtyre figurinave AR, do më thonë të gjithë ata cilët të downloadojnë aplikacionin Bihirdhen, kanë me pas mundësinë që me pas shëtitje në për çka ka qenë qashia e vjetër e Prishtinës, edhe me i dëgju gjithë ata shitësit të ndryshëm cilët kanë punu brenda qashisë për me i tregu historit e tëne. Kjo ka qenë pjesa e Anibarit më shumë, pjesën e UN Habitat ka qenë më shumë e fokusuar te pjesa e trashëgimisë kulturore. Ky është një bashkëpunim, prandaj që tash një vit jemi duke punuar këto. Një përvojë unike që e lidh të kaluarën me teknologjinë e sotme, kjo platformë nuk është vetëm teknologji, por është kujtesë, zë i gjeneratave të kaluara dhe dialog ndërmjet qytetit dhe banorëve të tij. And also you mentioned that the past can enlighten the future, and also this is a very important project for the next generation, the young generation, and also this application will help them to know more about our history. Exactly, so that's also one part of it, the technique of it. Which is quite unique, as I have understood it. We have not seen an application like that in Kosovo, so it's quite unique in that sense. How you can use technology that are not so super costly in the beginning, but also for inspiring, for instance, to realize, okay, we have to restore this place, or, oh, that's what was happening in this part. So the technology and the exchange between Kosovo and Sweden coming up with this technology and this app, I think it's very interesting and refreshing and inspiring. And in Sweden, are there any application like this? Yes, so they have actually been inspired by a Swedish model. Lund University is in the front line, I would say, when it comes to technology and to, merge art, music, culture, heritage with technology. So this is an application that is more or less been used also in Sweden. So the team here has been working and learned from Sweden and brought it here for this specific context, because here we need a specific methods or story, but they have used the technology learned from Lund University. Edhe pse shumë çka nga qarshia e vjetër sot nuk ekziston,
Kujtimi i saj mbetet i gdhendur në Një platformë e cila i jep zë historisë së kryeqytetit përmes rrëfimeve të shoqëruara me fotografi të vjetra, realitetit të shtuar dhe përvojës urbane digjitale, rikthehet për të ndarë kujtime që sjellin zërin e qashisë së vjetër përmes rrëfimeve të tregtarëve, zejtarëve e deri tek udhëtarët dhe kalimtarët. Ishte një dëshmi e gjallë e traditës, lidhjes dhe Ideja ka qenë e frymëzuar prej një serie të punëtorive, të cilat I kemi pas bashkërisht me UN Habitatin. Është një punë që vetë që ka bëu UN Habitatin e mbledhjen e gjitha storieve të qashisë së vjetër. Ne si Anibar po ndaj kemi pru për ekspertizën tonë që lidhet me animacionin këtë rast, po ndaj kemi punu me augmented reality, me këtë idenë e këtyre figurinave të cilat vinë në jetë përmes kur e vendos telefonin para hapësirës cilën jetë duke e shiku. Po ndaj të gjitha ata që dojnë me provu këto munden me downloadu Bihirden, me ardhur në qashin në pjesën e qashisë së vjetër në Prishtinë dhe me eksperiencu vetë çu ka qenë atko. Do të mund të shkojnë edhe tek hapësira, apo jo? Po, domethënë ideja është që të gjithë të interesuarit munden me downloadu, qytetarët e Kosovës, po gjithashtu edhe turistët të ndryshëm munden me ardhur dhe me I pa domethënë këto dyqane të ndryshme siç kanë qenë, fotografitë e vjetra të qashisë, po gjithashtu edhe po ndaj këto karaktere, domethënë persona të cilët kanë punuar në qashi do ta ndajnë tregimin e tyre përmes këtyre animacioneve. Dhe mendoni që aplikacionet të tilla do të kenë sukses tek publiku për qëllimin që ju edhe vetë I keni vendosur? Ne po shpresojmë, po ndaj ne kemi bërë punën tonë, tash ka mbetë më u pa, ndaj edhe kjo është ideja edhe për kësaj ngjarje që me komuniku me publikun, që me pas sa më shumë të interesuar, po shpresojmë që po ndaj kemi me punu edhe me shkolla që me I sjell disa prej shkollave këtu, edhe po mendoj me I ekspozu sa më shumë njerëz ndaj historive të vjetra siç ka qenë jeta në qytetet tona. Ideja është që me këtë shembull me repliku ndoshta në qashi tjera në për qytete tjera. Po duke parë zhvillimit e reja të teknologjisë, sidomos me inteligjencën artificiale, prezencën e madhe të telefonave tek të rinjt, tek fëmijët, anipse kanë veta negative, gjitha prania e tyre teknologjive në përduar, po prap duhet të shohim anën e mirë të saj që nganjëherë ato që s'mund t'i shohim në realitet tash e tutjet mund t'i shohim ndoshta përmes këtyre aplikacioneve të reja. Kjo çështje çfarë do të shihet sonte edhe që do të shërbej për çarshinë e Prishtinës është një mundësi shumë e mirë që përmes telefonit, përmes programeve, aplikacioneve të tilla që të dëgjoni historitë e kësaj lagje, të mësohet më shumë për trashëgiminë kulturore, shpirtërore të Prishtinës. E një gjë tillë mund të replikohet pastaj në për çarshitë të tjera të Kosovës, nga se një model I tillë shumë lehtë tash mund të replikohet qoftë çarshinë e Gjakovës, Prizrenit, Mitrovicës apo qyteteve tjera. Këtu desha të dalë, sepse kjo është një mundësi e mirë edhe për vendet të tjera të Kosovës, sepse ka histori, ka tradita dhe ka lokacione dhe monumente të cilat vërtet duhen ndoshta të jenë pjesë e kësaj, jo vetëm për turistët, por le të themi edhe për gjeneratën e re. Po duke qenë se edhe ashtu projekti që ka një titull interesant tu po, kjo ka qenë më shumë një mostër, një model me pas se si mund gërshëtohen dy organizata me dy fusha veprimit. Është një çështje një ndërsektoriale ku dhënat që I kanë mbledh nga UN Habitati janë përkthyer në imazhe dhe në storie përmes Anibarit. Kështu që kjo është vetëm një mundësi me pas se si mund të shfrytëzohet bashkëpunimi ndërsektorial për sjellje diçka inovative siç është ky aplikacion. Kështu që padyshim që kjo mund të shërbejë edhe gjeneratave tjera, edhe qyteteve tjera në Kosovë, e ndoshta pse jo mund të shërbejë edhe Shqipërisë si shtet shumë afër nesh që për shkak të praktikës gjuhësore që mund ta kemi edhe të zbatojmë më lehtë. Andaj një model I tillë besoj do të shërbejë edhe me gjerë sa Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe mendon se do të arrihet qëllimi përmes këtyre le të themi formave të Qëllimi është që të ruhet trashëgimia dhe në forma të teknologjisë, që të ketë çësje për gjeneratat e reja. Unë besoj që shumë shpejt të rritë nga shkollat fillore apo të mesme do të kenë çësje që përmes telefonit të mësojnë historinë e gjyshërve, stërgjyshëve tyre, po si ide e tillë pastaj mund të plasohet dhe të replikohet në komuna dhe pse jo shtete tjera. Kjo veç ndodh në Suedi, ndodh në shtete tjera skandinave. E kemi marrë një model që veç ekziston, nuk është diçka që po fillon nga fillimi. Kështu që besoj edhe për këtu kjo është inovative dhe është diçka e re që duhet ta mirëpresim dhe ta pranojmë si të tillë.
përveç që lidh njerëzit me vendin, përveç që shërben që gjeneratat e ardhshme ta dinë dhe të kenë lidhje më shumë identitare me vendin nga vinë, është edhe për turist, sepse është në 3 gjuhë, është në shqip, anglisht dhe serbisht. Shumë shpesh ballafaqohet Prishtina mbase me turistë që vinë dhe kërkojnë vazhdimisht informacion me ditë çka ka ndodhur, se është rast specifik i ndryshimit sistemeve dhe kjo është reflektuar në arkitekturë me vite, edhe është shumë mirë që edhe nëse nas jemi prezent, kushdo me i tregu dikujt diçka, mundet me shfrytzu aplikacionin edhe me marrë vesh këtë. Por edhe për gjeneratat e reja, cilat nuk e din ndoshta historinë apo rrëfimet e çarshisë së vjetër. Patjetër, Bilena, nesër kemi pas një aktivitet me shkollë. Ka gjimnazi Sami Frash ka një gjenerat që mëson për trashëgimin e silans zgjedhore, sepse nuk është në kurrikul kështu tamam si lënë në shkolla, përveç në aspektin e lëndëve të historisë gjeografisë, me boturin e fotografive, që bashkërendon edhe me atë çfarë Ministria e Kulturës ka tentuar dhe po tenton të bëjë, domethënë të sjellë artin në shkolla, trashëgimin në shkolla, që me e bë pjesë të identitetit, që kur kjo gjenerat rritet dhe u heq, atëherë din me vlerësu më shumë atë që tash pak a shumë shihet si rrezik, sepse shihet si ndalim i zhvillimit. Por në fakt nuk është ndalim i zhvillimit, duhet me pas si mënyrë më bashkë zhvillu, tu ndërtu diçka të re, po tu mos e harru të kalumën. Me qenë se Çarshia më nuk ekziston, është shkatërru vite më parë, kjo teknologjia tash na mundson që në një farë forme pak si muze virtual për me pa çka ka qenë përpara këtu. Ky projekt është realizuar nga UN Habitat në bashkëpunim me Anibar dhe Universitetin e Lundit, Future by Lund, dhe është përkrahur nga Qeveria e Suedisë dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës.